Përsëri dhe në këtë Ramazan, miq të sofrës shqiptare, jemi së bashku. Sonde është iftari i parë dhe për këtë iftar kam zgjedhur që t'ju sjell receta të ndryshme. Si menu kryesore kam zgjedhur që të kem kofsha pule, krah pule, salcice, këpurdra të fërkuara, salcë me mish, liqi dhe këpurdra të marinuara, supë të gatshme nga lëngu i mishit. Si sallatë kam sjellë që të kem 2 lloje sallata, sallatë të përzier dhe ruska sallatë. Ashtu për bukë kam sjellë shkopi të kripur dhe si ëmbëlsirë kam sjellë që të kem tatli në furrë lule, recetë tradicionale. Besoj se kanë ju pëlqyer gjithë këto receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij iftari. Fillimisht do marr dhe do bëj mbushjen e frutave të thata, sepse pa fruta të thata nuk shtrohet iftari, e sidomos pa hurma. Kam hurma, kajsi të thata, fiq të thot, llokom, lajthi, arra dhe badema. Bëj mbushjen e hurmave. Në fillim ju largoj këtë pjesën e brendshme dhe tek mesi ja vendosi një thelb arre. Tash do mbushi kajsijat me badem. Marr kajsijen dhe kështu me një thikë ndoj për gjysmë dhe në mes ja vendosi 2 badema. Me gjithë kajsijat veproj në mënyrën e njëjtë. Tash marr fiqat dhe fiqat i ndoj kështu në gjysmë dhe ju vendosi lajthi. Filloj me hurma, llokumin, dhe kështu në këtë mënyrë i servoj të gjitha në pjatë. Poshtë. Filloj me përgatitjen e kësaj tatlije, një recetë shumë e vjetër tradicionale. Në njën të madhe shtojna një vesë. Nëse përgatitni me përmasa më të mëdha, atëherë dyfyshoni masën e brumit. Gjithë përbërësit i dyfyshoni, mirëpo unë jam duke përgatit me përmasa më të vogla. Ja shtojmë kështu një gjysmë gotë çajit, gotat 110 ml me sheqer apo 4 lugë gjelle me sheqer. Sekreti kësaj tatlije qëndron tek rrahja e vezës me sheqerin derisa të formohet një lloj shkume. Marri me një tel kuzhine apo me një piron e përzi mirë derisa ta formojmë një shkumë. Ka fillu që të shkrihet sheqeri. Tash ja shtojna gjysmë gotë të njëjtë, gota çajit me vaj apo 6 lugë gjelle me vaj janë këtu dikun. Dhe masën përsëri e përzim rreth 1 minuti. Dhe në fund ja shtoj millin. Mill gjithsej do na duhet dikon një gotë 250 ml, një lugë më shumë apo më pak, zakonisht varet nga marka e millit, dhe për atë arsye e shtojmë kështu, jo tër gotën, lajm pak dhe ja shtojmë një lugë të mesme me soda bikarbona. Dhe brumin fillojnë direkt që ta punojnë me dorë, duhet del një brum i butë, do ju demonstroj trashësi nga afër më pas. E punojnë, duhet që ta punojnë derisa brumi të largohet nga dora. Në atë mënyrë do del shumë e mirë tatlija. Kam formuar brumin, na ka dal një brum i butë, mirëpo do ja shtoj përsëri dhe një lugë gjelle me miell. Na ka ngelur nga 250 ml gota kjo pjesë e miellit, dikun 2 lugë gjelle na ka ngelur. Ta shëndoj një pjesë brumit, dikun 1/4 të brumit të ndoj. Dhe e kaloj në një enë tjetër.
Tek ena kështu ku kam darë brumin shtoj një lugë të mesme të mbushur plot me kakao, kurse tek brumi pjesa më e madhe hedhi një lugë gjelle me miell dhe e punoj përsëri. Përsëri është brumi i butë, tash marrim dhe punojmë brumin me kakao. Punoj kështu mirë që kakao të futet në gjithë brendësinë e brumit. Sa më shumë që të punohet, aq më e mirë do i del ngjyra brumit. Kam formuar brumin me kakao, kam marrë ngjyrën kafe, nga ky brum do formoj 6 toptha, sepse do formoj 6 lugje. Kam formuar 6 toptha me kakao, tash do marr nga brumi pa ngjyrë kështu dhe do formoj toptha të vogël në masinë e topthave me kakao dhe do i vendosi rreth topit me kakao 5 copë të secila. Mundohem që jap masinë e njëjtë të gjithave dhe t'i punoj kështu gjatë me gjatë, të bëhen më të lëmuar që ta marrë formën adekuate të lugës. Tash marrim një piron të vogël me 2 prerje dhe fillojmë që në këtë mënyrë të dekorojmë pjesët e bardha. Tamam ta marrë formën e lugës. Gjatë kohës së përgatitjes e kam nxjerr furrën 220 gradë në atë temperaturë do e pjekje rreth 25 minutave. Derisa tatlia është në pjekje, përgatisim shërbetin. Për shërbetin na nevojitet një gotë 250 ml me sheqer, një vanilë sheqeri për aromë dhe një gotë 250 ml me ujë. Dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare, e zim shërbetin derisa të vlojë duke e përzier kështu vazhdimisht. Kam largu nga furra, eti është vali nxehtë, kurse tatlia është shtokur për 5 minuta. Ja shtoj, mundohem të secila të herë. Filloj me përgatitje. Në një enë të madhe shtoj një lugë gjelle me maja buke, shtoj një lugë gjelle me sheqer. Ja shtoj një gotë të çajit 110 ml me qumësht të vakët. Qofse doni, ju mund të dyfishoni masat, mirë po këto masa janë përshtatshme për një tepsinë të shporetit elektrik. Një gotë të çajit 110 ml me ujë të vakët. E përzi. Besoj se është mirë. Tash ja shtojna një gotë të çajit me kos, mirë po kosi duhet të qëndrojë në ambient dhomër më së paku për 1 orë. Një gotë të çajit me vaj. Shtoj millin, masat e millit asnjëherë nuk dihen fikse. Shtojmë kështu. Një pjesë dikon rreth 650 gram na duhen, mirë po asnjëherë nuk dihen, mund të shkojnë 600-700 varet, dhe një lugë të mesme me krep. Tash e punojmë brumin me dorë, duhet del një brum si i bukëve të zakonshme. E përzi, tash kështu me një foli najloni, e mbolojmë sipër enën dhe brumin e lajmë në ambient dhomër që të pushoj për 1 orë e 20 minuta apo 1 orë e gjysmë. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga ena. Kalojmë tavolinë punës, hedhim miell në tavolinë dhe e kalojmë brumin. E punojmë pak, kështu. Dhe brumin e ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Secilës pjesë përsëri e japim formën e një kulaçi. Tash marrim kulaçin e parë. Kulaçin e dytë e vendosim në njërin skaj tavolinës dhe hapim kështu në formë të një katrore. Ndu që të e formën e një katrore. Dhe tash marr dhe e lyj petën kështu me gjalp, kam 100 gram gjalp, cilën e kam shti në mikrovalë dhe e kam lënë për 30 sekonda kështu që të zbuktet. Dhe e përhapim kështu gjysmën e masës në petën e hapur. Tash bëj palosjen.
Kështu, në një formë katrore bëj palosjen. Në fillim 2 ansorët. Kështu përsëri vendosim pak gjalp. Gjalpi duhet t'jetë plotësisht i butë që shumë lehtë përhapet. Dhe nga ana tjetër bëjmë palosjen. Kështu. Mundon t'jap formën, kështu të një katror apo drejt konçit. Dhe na ka ngel vetëm pak gjalp, që me këtë gjalp do e lip sipër petën e parë. Kështu. Tash marrim katrorën e dytë dhe katrorën e dytë me maje të gishtave shtypim. Dhe vendosim mbi petën e parë. Përsëri të 2 katrorët i shtypim kështu me maje të gishtave. Marr pak miell, hedhin tavolinë, vendosi brumin, e mbuloj me një pecet kuzhine dhe e lëm që të pushoj për 7-8 minuta. Ka pushu mjaftueshëm, ja largojmë pecetën e kuzhinës dhe bëjmë hapjen, hedhim miell sa herë që ka nevojë dhe mundohem që ta bëj hapjen në një formë të drejtkëndshit. Kështu me anë shkopit, nëse e leni kështu që të pushoje, shumë lehtë bëhet hapja. Filloj që të bëj prerje mbi brumin me një gjerësi dikon rreth 1 cm. Pasi kam bërë prerjen, marr secilën dhe rrokollis kështu në drejtime të kontra dhe vendosi në tepsinë e shporetit elektrik. Në tepsinë kam shtru letër për pjekje. Një tepsi është mjaftueshëm për këtë brum. Tash i mbuloj me një pecet kuzhine dhe i lëm përsëri që masa të pushojë për 20 minuta njëkohësisht dhe do dyfishohet. Pas 20 minuta, shkopit janë dyfishuar, vërihen. Tash marrim pak vaj dhe i lyjm kështu monte një brushe nga pjesa e sipërme. Mundohem që t'i lij të gjitha. Mirë. Sipër do ju shtoj veget, kështu. Mund t'i bëni me çfarë të doni, me magdanos të thotë, hudhër, varet nga dëshira. Sipër vegetës unë do i shtoj fara susami, mund që dhe mos t'i shtoni, mirë po kështu nga pak dhe e japi një aromë të mirë. Dhe shkopit janë gati për pjekje. Gjatë kohës së përgatitjes kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në temperaturë do i pjeki për 15 rreth 20 minutave. Përgatisim tash mishin. Këtu kam kofsha dhe krah pule. Bëjmë marinimin. Për në marinim na nevojitet vaj. Na nevojiten melmeza të ndryshme. Këtu kam një lugë gjelle me veget, një lugë të mesme origano, pak keri, biber të zi një lugë të mesme, një lugë të mesme me biber të kuq dhe pak hudhër. Kështu i përzim pak në pjatë dhe ju shtojmë sipër. Ju shtojna dhe vajin. Dhe kofshat e pulës i rrokollisim tek melmeza dhe vaji. Kam bërë marinimin. Tash marr një pjesë najloni e cila është apostafat për pjekjen e mishit dhe e kaloj kështu gjithë mishin në kese. Gjithë mishin e kam vendosur në kese. Tash do bëjmë mbylljen e kesës. Marrim një thikë dhe me majë thike e shpojmë kesën e najlonit në disa vende. Kështu. Dhe e vendosim në pjekje. Kam nxjerr furrën në 200 gradë dhe në temperaturë do e pjeki për 1 orë e 20 minuta. Përgatisim salcën. Për salcën na nevojiten 350 deri 400 gram me mish viçi, mirë po duhet të jetë kështu pjesë plot, jo e ndarë në feta. Shtojmë ujë derisa të mbulohet niveli i mishit. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi mishin rreth 1 ore. Mishi është zier për 1 orë, tash e largoj kështu nga tenxherja dhe do e coptoj kështu në feta të holla. Lëngun nuk do e hedhi, me këtë lëng do përgatis supë.
Mishi është ftohur, tash morim një thikë të mbret dhe ndojmë në feta të holla, dikon rreth gjysmë centimetre. Kështu do e prejmë gjithë mishin. Kam prerë gjithë mishin në feta, tash e përgatis sosin, marr një paketim fand për gullash dhe shtoj në tenxhere. Paketimi është 65 gramësh. Ja shtoj 500 ml me ujë të ftoftë. Në një tel kuzhinë e përzi masën kështu. Dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi masën derisa të vloj duke e përzier. Sosi ka fillu që të vloj, tash ja shtojna 100 gram me këpurdhra të marinuara. Shtojna mishin. Dhe ja shtoj pak vegetë. Vegeta gjithmonë shtohet sipas dëshirës. Dhe e përzim kështu masën dhe e lojmë që të zihet në temperaturë mesatare për 10 minuta tjera. I fërgojmë salqiqet, i kam hedhur në tigan të skarës, ku fërgoj kebaba, pleskavica, më mirë do ju del forma. Kam 600 gram me salqiqe lope, ju shtoj pak vaj. Dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgoj salqiqet duke i rrotullisur nga të dy anët dikon rreth 10 minuta. Fërgojmë këpurdhrat, këtu kam 400 gram me këpurdhra të freskta, të cilave ju kam largu lëvorën, i kam larë, i kam pastru, i hedhi kështu në tigan. Kam dorë kështu në pjesë të mdhaja, ja shtoj pak krep mund t'i shtoni sipas dëshirës dhe ju shtojmë vaj, dikon 3-4 lugë gjelle. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgojmë këpurdhra duke i përzier vazhdimisht dikon për 8 apo 9 minuta. Tu kam lëngun e mishit që ndojta në fillim, vetëm se kam pullu, është ftohur pak, tash edhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e lojmë derisa të vloj uji i mishit, më pas do ja shtoj një supë të gatshme, kështu supë lope, dhe do ja shtoj pak makarona të llojit që janë si lloj fide të vogla që përdoren për supa. Lëngu ka fillu që të vloj, tash ja shtojna supën e gatshme, nuk do i hedhi fare viget apo krip, pasi supa e gatshme ka melmezat mjaftueshëm dhe ja shtoj makaronat e vogla. E përzi masën dhe lojmë që të zihet për 5 minuta. Mishi është ftohur pak, ju ka larguar ajo nxehtësia e madhe dikon rreth 10 minuta. Tash prejmë kështu kesën e najlonit dhe do e servoj. Do i servoj kështu në një dras. Salcën do e hedhi kështu në pjatë të vogla. Do e servoj dhe supën që e përgatita nga lëngu i mishit. Për sallatë, për këtë iftar kam vendosur që të kem sallatë ruse dhe një sallatë me perime të përzira. Për sallatën ruse na nevojiten patate të zira, i kam zirë, është më rëndësishme t'i zinë me lëvorë, më pas t'ju largojmë lëvorën, janë ftohur, vezë të zira, bizele të zira, majonez, biber të zi dhe viget. Tash morim dhe bëjmë coptimin e patatëve. Në fillim ja largojmë kështu lëvorën. Janë të ftohura.
Kam coptuar patatet dhe vezët kështu në katrore të vogla, një vezë e kam lënë përsipër për dekor. Tash ja shtoj bizelët apo grashakun e zi. Unë jam duke përgatitur me përmasa më të vogla, pas jam duke përgatitur këtë iftar për 2 persona, nëse përgatitni për më shumë vetëm shtoni masat, ja shtojmë vegetën, biberin e zi dhe majonezin. Pasi sallata ruse është gati, tu kam bërë coptimin e gjithë perimëve të sallatës së përzir, kam bërë coptimin e lakës, kastravecit, karrotës, qeve dhe 2 speca të pjekur. Specat do i largoj kështone. Do hedhi pak vaj. Uthull, unë përdori zakonisht uthull molle, cilën e kam përgatit vetë, kurse ju mund të shtoni uthull ushqimore, vetëm pak. Specave do ju hedhi vetëm se pak krep, kështu nga të dy anët, dhe direkt do i vendosi tek pjata. Sallatës i hedhi krep. Shtoj pak erza, cilat janë apostafat për sallat. Ulli. Dhe pak mistër apo kallamoç të konservuar. Gjithë motra që më shikojnë vazhdimisht kanë parë recetën kur kam bërë konservimin e mistrit gjatë stinës së vjeshtës, kur kam përgatitur shit. Dhe tash masën vetëm se e përzi mirë. Tash i servojmë në pjata. Jemi vetëm disa minuta para kohës së iftarit. Zoti na pranon fluqet dhe ditën e agjerimit. Gjithë ju që përgatesni në këtë mënyrë iftar, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat, jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.